Pra jo vetëm një parajsë fiskale, por më e rëndë akoma është një përdhunim i sistemit fiskal, është një plaçkitje, është një zhvatje që nëpërmjet të tilla skemave mafioze ngjashëm me incenatorin fantast të Tiranës, ku gjithashtu nuk ka asnjë tull, e jo më të ketë një godinë ku kryhet incenerimi i mbetjeve, e njëjta ndodh edhe me Durana Park, pra ka thjesht e vetëm një livaf, një park virtual në mendjen e Edi Ramës, por një skem kriminale zhvatje, sepse nëpërmjet këtij parku, të paktën 46 kompani të regjistruara, por numri i tyre llogaritet se nuk ka transparencë të plotë se sa është numri i kompanive që presupozohet që fiktivisht kanë rezidencën e tyre në një livaf, përfitojnë një sër benefitesh nga shteti, taksa zero, tatim zero, sot edhe për të bler një bluzë në internet, online, duhet paguash dogan. Pra, kushdo që ble një bluzë online me vlerën mos gaboj mbi 2500 lek, duhet paguaj dogan. Ndërkohë kompanitë e Edi Ramës e kanë doganën zero. Sot, një pensionist, një shqiptar, kur shkon në market për të bler një shishe ujë, 1 kilogram miell, 1 kilogram oris, një pako makarona, paguan TVSH 20%. Kompanitë e Edi Ramës, që glaborojnë miliona e miliona euro, paguajnë zero TVSH. Për ta bërë më të thjeshtë, në VKM që përcakton Duranën, a përcaktojnë afate për ndërtimin e këtyre godinave që ju thatë? Ligji është shumë i qartë dhe nuk ka asnjë vend për ekuivok. Ndërtimi i parkut teknologjik mbështetet mbi ligjin numër 58 të vitit 2022 dhe mjafton vetëm për kufizimi se çdo më thon park teknologjik për të ezaruar çdo lloj alibie tjetër. Park është një sipërfaqe e përcaktuar trulli, pra duhet të ketë kufit se ku shtrihet parku. Nuk ka parqe virtuale teknologjike. Apo, thot ligji, ndërtesash dhe pasurish të tjera, të paluajtshme, ku integrohen struktura kërkimore dhe zhvillimore. Pyetja është ku është parku? Nuk ka park, ka thjesht dhe vetëm një livaf në adresën ku është miratuar edhe ngritja e Duranës,